Habit mjeku, ja sekreti për një gjumë të mirë. Trupi i njeriut përjeton natyrshëm një ulje temperaturës së trupit para gjumit të natës. Shkencëtarët kanë zbuluar se, duke ndikuar në këtë proces natyror të rregullt të temperaturës, dushi mund të ndikojë te cilësia e gjumit. Por teksa temperatura do të fillojë të rritet, një dush i nxehtë mund të jetë gjëja e fundit që dëshironi. Megjithatë, rezulton se kjo mund të jetë çelësi për të ndihmuar në rregullimin e temperaturës së trupit dhe si e tillë edhe për të mbyllur syt për gjumin e shpejtë sa mund ta prisni. Shkencëtarët besojnë se duke zhytur trupin në ujë të ngrohtë ndihmoni në procesin natyror të rregullimit të temperaturave. Sleep Foundation thotë, një banjo ose një dush i ngrohtë para gjumit mund t'ju bëjë shumë më mirë se sa thjesht të përmirësoni gjumin. Në orët e para gjumi, temperatura thelbësore e trupit të njeriut ftohet natyrshëm. Nëse temperatura e lëkurës së duarve dhe këmbëve rritet, një numër në rritje i kërkimeve sugjerojnë se marrja e një dushi të nxehtë ose një banjo para gjumit mund të përmirësojë